Këtu me mua sot është pedagogu dhe aktivisti i çështjes kombëtare, zotri Preng Marleku. Përshëndetje. Mirita Kushtrim, të faleminderit për kohën. Respekt për punën që banë, për kontributin tanë për publikun. Faleminderit që je pjesë e jona. Sot do të bisedojna lidhje me çështjet çka nuk i kena thënë dhe nuk i kena kërkuar qeverisë dhe shtetit ton prej Kosova tash pas luftës. Çfarë ka dashur me kërkua, jena të vënum apo çfarë na kanë met ato pyetje që ka dashur mi bën ashtu dikush tjetër, e unë po t'i shtroj pyetje masi nuk i kanë shtru njerëzit para prak. Çfarë do t'i kërkojmë Kosovës sot? Të faleminderit për pyetjen. Me kënaqësi kisha dashur që të bisedojmë për tema të mira, për tema të cilët ish dashur. Jemi 25 vite mas lufte dhe besoj që ndojnë ma shumë se 90% popullatës këtë mendim timin që ne është dashur jemi dikun tjetër me të arriturat shtetit dhe se i kemi gjitha mundësit, kemi një vend shumë të pasun, një vend shumë të bukur, një shtet, dhe mirë po se vjen koha që varet çdo gjë nga ne, e ne mos të veprojmë, këta ku nuk e kam mendu, dhe për shembull kam pas dëshirë të bisedoj për të arriturat të shtetit tonë, që kemi plasu diçka në eksport, që shkruan madje në Kosova. Çfarë do të qoftë një artikull tonin që plasohet, ta eksportojmë në botë, si madje në Kosova, edhe ne diçka po prodhojmë. Po le që s'kem arrit këto, po në shumë segmente tjetë s'kem degradu. Për shembull, na i kanë ndërtu shkollat ndërkombëtare, Austri, Gjermani, Zvicra, përgjithësisht na i kanë ndërtu spitalet mas lufte shumë bukura me standard evropian, ndërsa nëse ne shiqojmë tani, kemi pa rregullsi, pa pastërti, gjitha këto nuk kërkojnë buxhet. Se për mirëmbajtje paguhen me paga njerëz, paguhen gjithë, ndërsa nëse shkojmë, unë e kam thonë një fjalë është shumë e dhimbshme kjo. Edhe mirë po mirërisht është shumë e vërtet. Ma të pastërta janë WC-t publike në perëndim se sa ordinancat tona në për spitale dhe shkollat tona. Kjo nuk na falet. Pastaj kemi probleme shumë delikate. Nuk i kemi çmu luftëtarët, shërimtarët tonë, fëmijë atyre, shumica e ish luftëtarëve që ka dhënë jetën për Kosovë, fëmijët i nevojnë për kushtet elementare, për gjona elementare. Dhe çka bëjmë ne, shkojmë një herë në vit të vorri, po tregomi politika dhe disa tjerë shkojnë që të reklamohen para vorrezat të dëshmorëve. Respekti më i madh për ta është që të kujdesemi për familjet e tyre, për fëmijët e tyre. Ai do të ishte kujdesi sinqert dhe njerëzor, si nga shteti, si nga ne, nga individ, që të kanë ndikim shoqërinë tonë, në shtetin tonë. Tani, po thamë, po vjen shumë keq, po vetëm kemi gjona cilat nuk është dashur na ndodhi. Kemi shumë luftëtarë që kanë bërë vetvrasje njerëz. Domethënë, deri aty na ka ardhur puna, nuk e kemi trajtu kur, nuk e kemi trajtu as se kemi ngrit zonin për nonat, motrat dhe gratë që na janë dhënu gjatë luftës. A jena të vënum këtë aspekt? Jemi shumë të vënum, ne është reale që nuk mund të nxojmë hapin me Evropën me njëherë. Mirë po ata parametrat nuk i kemi kërkun, parametrat që është dashur parafrohemi në disa segmente. Për shembull, respektimi i ligjit nuk kërkon buxhet shteti. Me të njëjtin buxhet mund ta respektojmë ligjin. Polici e merr pagën, si e kreu detyrën, ashtu si duhet, si nuk e kreu e merr pagën. Për shembull, për marrë një shembull, ne kemi vrasje mirisht
gati për çdo javë. Qofsha i gabuar, por shpesh kemi vrasje shpeshta. Çka ka ndodhë, bashkë që tu po du më dojnë, çka ka ndodhë në Kosovën e mas luftës, u këtyn prap, u pat një pauzim, u largun krejt këto gjana dukurit negative, tash në kone fundet mjerisht, u shfaqin janë të nga shfaq për dit, ka 2-3 lajme për vdekje, për vrasje, për plagosje, për therje, për çka ka ndodhë. Tash kemi problem psikosociologjike, cilat e çdo shteti më njëherë të merret. Ndodhin vrasje, po, me dekret posaçëm, ka drejtë me dekret posaçëm, që të kontrollohet popullata. Unë ton ditën lëvizin nëpër Kosovë, edhe nuk ndodh me mënal policia dhe me ka drejt me dekret posaçëm qeveria që të kontrollohen. Nëse më gjinet arma, dhja përgjithësi. Këtu që nëse doni policia mi kontrollu qytetarët në rrugë, mi nalë automjetet, mi kontrollu njerëzit, po njerëzit do me thonë kanë mu vedisu për mos me pas dukuri negative. Po shtem, ne nuk mund të analin krimin 100%, po ta zvoglojmë preventiva është gjithmonë është se kur mund në alë polici edhe me asi, unë e thame, moment, mund të edhe nuk e marrë ma me veti. Shka ne të regon të dikun tjetër, të dikush tjetër. Është një loj preventive dhe dora shteti duhet çdo kundërzime. Shteti ka gjitha mekanizmat. Është banon shteti? Janë detyruar. Shteti mjerisht në vazhdimsi kemi huq. Në vazhdimsi, gjitha. Ne tash po ndërlidha se nuk duhet hynë politik, po kishim politik shumë dobë, vazhdimsi, që u tregu, mos të hinë detale, edhe popli priti opozitar, ta që janë tani në pushtet, i priti si shpëtimtar, si mesin i priti, që këtash do të që premtun shumë, ishte opozit shumë e fort, edhe i kishte caktu gjitha ato që ka qalu politika ma pashme që do t'i rregulloj ato. Edhe popli priti si shpëtimtar, tani u shgënyu popli. Kalun 4 vite u shgënyu, as gjo nuk bon. As parafërsisht çka kanë premtu. Po t'ishte vllavi im, ose kush do të qoftë, unë do t'a thërë nga këtë. As gjo nga premtimit nuk kanë arrit me mund tjetë që të thojnë, pa nuk është arsitim, që ne nuk kemi nuk kemi damtu shtetit. O zotri, nëse ti premton aq shumë, s'paku 50%. Se ne, unë pajtore, nuk e kemi vetë dijen gjermane, që afërsisht ata i plotësojnë gjitha ato që ka i premtojnë, po s'paku, parafërsisht është dashur që në disa segmentet jetës të realizohen ato premtimet cilat janë dhënë. Në me thonë, si kanë realizu as 50%? As mos tim përqindje, po as shumë pak e fare, po thuj që fare. Tani është problemi social, psikologjik. Popli kishte shpresa, shkun këta, kishte shpresa humbi. Edhe kemi tash segmentin e fenomenin shumë, mos tham trishtu një fenomen shumë zhgënjys, ku rinia pambarësisht. Gjithë dojnë me në shuvenin. Kjo, çka do bojmë ne, nesër? Do me thonë, është tepër më rëndësit, ja kthejmë imazhin venit tonë, ja kthejmë besimin në rinis, të vetëdijsohet shoqëria civile, por si në shekull 21, vitit 2025, i kemi pas gjithë të traumat luftës, tani, vete kemi shtetin dorë, gjitha segmente shtetit, të në rujt ndërkombëtar të fori, që as mos me hi, as insektet, edhe ne vetë bojmë problem, do me thonë, vritet nana, edhe nuk ka demonstro, nuk dalin me protestu popullata. Çfarë mesazh i dhajmë na fëmijëve? Është normale, bëhet normale ajo punë. Po jo, duhet krejt Kosova mu çun ka me demonstru, me bloku, me shprehni keqardhi që avrani nanë. Po kjo të mërmër, ku tradita shqiptare. Edhe kjo mjerisht ndodhin shpesh, se mund tjetë, ata në Vatikan ose ku di unë në vend shenjt mund ndodhin probleme, po jo të përsëritën, edhe shteti të vazhdojnë së kur mos më ndodh asgjë.
Shiqoni sa probleme sociale kemi. Pastaj kemi atë ndryshimin të pasun megaloman që s'din ku s'kej, dhe e kemi ekstrem vërfri. Kjo nuk duhet ndodhë. Shkat mesme nuk kanë Kosovë. Nuk kemi praktikisht s'ka mirë të mesëm asnjë. Edhe si lejojmë na kështu. Si lejojmë na kështu. Pushtetarët janë detyruar që paguhen nga qytetarët, nga taksa paguesit për mirëvajtjen e shtetit. Që këto gjona mos ndodhin dhe ato që duhet më ndodhin. Paguhen ata zotërit. Ata çka bojnë ata? Për çdo konferencë për shtyp ose paraqitin publik, ose kanë me tregu, me frigu do të ketë luftë, ose një gjë tjetër që t'ja tërhek vëmendjen nga çështja sociale, nga mirëqenia. Kjo është e tmerrshme. Rritet rryma. Po si guxon me rrit rrymën, faleminderit. Si guxon me rrit rrymën, rryma më shtrejta në Ballkan. Ne kemi potencial për prodhim të rrymës më shumë në Evropë. I këto dyja nuk sikur në Shqipëri, ka potencial gjithë Evropë të furnizoj me naftë, nafta në Shqipëria më shtrejtë se zokur. A nashtë që aty që prodhohet të shtrejtohet. Do më thonë, ne kemi shumë probleme, kemi shumë ata që duhet t'i preparojnë, t'i zbusin të probleme popullatës, ata nuk vërpojnë. Po du më të avoni pytje jashtë ta kësaj interviste. A më shumë sinqerisht, jetoni jashtë Kosovës? Jo, tani jem këtu, kam jetu një që po gjatë, e një atë mentalitet. Sot ka ardhë rryma për një muj? Ose sa është rryma atje, sepse në Kosovë, për një familje e cila është e varfër, nuk ka mjete shumë elektrike mbrana shtëpis, pajisje elektrike. Shpenzime ma pak. Po, shpenzime pak, po i vjen 100 euro, njëjt ju vjen. Sikur ati të pasin, sikur biletime të pasin, ka 80 euro pjo vjen. Unë kam jetu në 2 shtetet, do më thonë Gjermani, plus se Gjermania është e madhe, në veri dhe në jug, dikun 7 vite atje, 50 vite këtu, e një mirë, pastaj kam jetu dhe në Zvicër, 17 vite, kështu që një Austri nuk kam banu jetu kështu, po e një shumë se shpesh kam pas kontakte, edhe veriu në Italis. Rryman të 3 shtete, 4 shtete, logarit me qëfar zhvillimi ekonomik kanë, janë ma lirë se në Kosovë. Do me thonë, një familje normal, prafërsisht po shkoj, pagun 60-70, jo 100 euro në mujtë rrymë. Edhe logaritni qëfar aty ka ma shumë shpenzime, ka aparatet ndryshme, cilat shpenzojnë ma shumë se gjë gjamë me rrymë, edhe rryma është dukshëm ma lirë se këtu. Pse ka më ndodhë kjo shtrejtimi rrymës? Keq me nëngjimi, çka do të më bëjnë as si popull? Qeveria, se ka pas mundësi. Jo, menaxhimi, me gjetë alternativa, me bashkëpunu me Shqipëri, ne endes kemi arrit me shtetin am tonin gjonat elementare, patatet t'i shesim. Të bëjmë shqitjen mes veti, ato që i ka Kosova, t'i shetë Shqipëri. Ato që ka i Shqipëria kënej, dhe pa akciz, pa asgjo, pa dogon, ne ende mas 25 viteve ne duhet në nalin dogon, në nalë aty, si mos t'isha shqiptar, po kjo është e t'mershme, po s'do t'kishte pas fare, kufi, s'do t'kishte. S'ka shumë isha në Macedoni, më nalë, thë ti s'unë kalojsh, më ndova, thë që ka u bo, se ajo më ka me trauma, se për para i përndjekun politik, edhe nuk ishim drejt me leviz, thë që ka u bo, nuk e ke kartonin e gjelbërt. Logariti, shqiptarën e shqiptarën kënej, polici ishte shqiptarë. Se evrejt atë në të furën, thashë, mos jeshtë i po, dhe për të forë më shqipë më rëvut, e kishtë atë frigën. Dhe më thonë, ende nuk kemi arrit me shtetet fëqinjet cilë të rathonë më shqiptarë. Kufini, Kosovë, Macedoni, është krejt shqiptarë, a ne edhe kënej. Në Shqipëri, krejt shqiptarë ne kënej, ne kemi kufi ma të fortë se me Sërbinë. Ju lutëm, po kjo du të më ngritë zonin, më falni, po si është e mundu të kalojnë që të unë kur s'kam kalu, që kur ma në për Sërbi, po thojnë njerëz, të ofrën, ma letë kalon kufinin Kosovë Sërbi, përveç në i rast specifik, se sa Shqipëri, Macedoni me Kosovë. Edhe dalin politikajt aty të, është e t'mershme, është e t'mershme kjo. E shumë gjona tjera mjerisht që duhet vetëm për gjona negative të flasim,
çfarë do t'ju thojna na shtetit tonë? Edhe kujna do t'ju drejtohemi? Popullata jonë duhet vedisohet. Populli duhet vedisohet. Dhe Po kush ki zot shtëpia, është këtë, a u paralemru rryma, që do shtejtuhet. Ashtë dash këtë Kosova të blokohet. Demonstrat, protesta, unë alon nuk kam pa të ne sukun përëndim që protestohet për çështje sociale. Shko prekja rrymen Italianit, Francezin, bëhet thu që është luft aty. Pastaj, politika vedisohet, moment, kujtohet shumë mirë, se çfarë veprime po merr. Më thonë, vedisimi popullatës. Ne, edhe një segment i cili është i pafalshëm, gjitha media tona, kur nuk ke tema sociale, për kundër gjithë të në probleme që kemi sociopsikologjike, kemi tema për fe, kemi tema për politikë, që na duhen ato çështje private, është besimi këto çështje, ne tema gjitha për klikime, improvizohen, në studio gjonat aty, edhe do me thonë nuk e nin asë një temë nuk e ki sociale për vetëdijsimin e kësaj popullate, edukatën për rinin tonë, po vetëm tema jo kjo fe, jo kështu, është e të mërshme kjo, është e të mërshme. Duhet këtë tema sociale për vetëdijsimin e një anë të politikës në raport me shoqërinë civile dhe në përgjithësi popullatën. Dhe të bëhet një harmoni, një koordinim që popullata din me reagu kur qalon politika. Jo politikat, përderisa dhe dalin politikaj, do më thonë udhëheqësit e shtetit edhe e fyn publikisht popullin. Kjo është të mërshme, e fyn, zgjedhësit e vetë i fyn. Edhe na prap i votojmë. Ne njajtit i votojmë. Ky kandidat del të kërku votën të populli, e fyn kolegun e vetë, e te në tradhtar e qunë, taj tjetë del e fyn këta, thot kjo është tradhtar, edhe nese ky bashkëpunon me këta, edhe qëfar mesazh i dhojmë në rinis tonë? Po kjo është qëfar mesazh i dhojmë rinis tonë? Është normal politik që bëhen kalkulime politike, po çdo gjë ka një kod moral, çdo gjë ka një kufi. Është një kufi, cili nuk ban me kalu. Është kufi moral njerëzor, kem përgjithësi mas pari para fëmijëve tonë. Kem përgjithësi kod moral njerëzor, traditës tonë. Edhe është edhe shkelje e ligjit. Do më thonë, ne e shkelim ligjin deri te kushtetuta, njerëz kompetent tonë, e shkelim ligjin deri me fakte të gjalla, ke shkelje të ligjit, edhe kush nuk e përgjithësi. Ata është mesazh, shumë mesazh për çfarë e rinia jo, çfarë do të si? Dhe kur ky e ban këtë punë për unë, do më thonë, ne i dhojmë mesazh shumë negativ rinis tonë. Se këtu ban mu shkel ligji, këtu ban mu myt njeriu, ban mu myt nana, ban me vjedh, ban me gjitha, merë të nderin me kry punën e krynë shumë dobë, mas një vit i prishë gjë, askush se përgjithësi. Do më thonë, përgjithësia, zbatimi ligjit dhe përgjithësia, këto dyja do të na rregullojshin shtetit dhe do të kishim një shtet, se shteti jonë, veni jonë, dhe jonë, është shumë i pasur. Po vetëm menaxhimi, mos menaxhimi, keq menaxhimi. Shkelja ligjit, mos menaxhimi i dobë. Këto tri gjona duhet rregullohen, pastaj çdo gjë rregullohet. Kuna do të më referu na si qytetar? Më fal. Kuna do të më referu na si qytetar? Qeveria halas është ba. Politikat pishomi se çka janë, veç një fshmin zgjedhje edhe njëherë edhe një këshyr edhe njëherë plan programet. Për ndryshën s'na kam e tjetër sen. Është një zgjidhje, po më ndoshta tingëlloj të bojkotohen gjitha partitë. Të bojkotohen, mos del populli fare në zgjedhje. Edhe gjitha këto parti duhet shkojnë të shtëpia. Formohet një qeveri teknike prej ekspertëve, përkohësisht. Fati është që kemi disa ndërkombëtar këtu që do të na menaxhonin. Edhe të njohet në rend përsmari, pastaj kur të pjekën kushtet,
me një kampanjë para zgjedhore shumë reale, korrekte, konkrete, zgjedhet një. Kjo është një zgjedhje. Përndryshe rrezikojmë që të bëhet anarhi. Se ka humbë besimit të gjithë politikajt. Kjo është problemi. Dikush mund të thotë, kjo unë i tham gjonat ashtu si i ndi. Ka humbë besimit të gjithë politikajt aktual. E kjo është shumë e keqe. Populli është tash në huti. Ako me ardhë në i politikan i ri edhe me na thonë ka dalë se unë e kam e ba këto, ose so kanë mi besu njerëzit nëse vjen dikush i ri. Po shiqo, kushtim, ne kemi rini taft, ne kemi njerëz taft, po duhet t'ju epet mundësia. T'ju epet mundësia dhe qofim. Shiqo, edhe Helmut Kohli është në rru, duhet mu në rru. Edhe Bushi, cili ka bashku Gjermanin, kanë bashku, kanë bënë gjonat mrekullueshme, po në rohën ati, të ne njajtit. Çfarë mesazhi e kishe dhënë për fund? Unë kisha dhënë këtë mesazh. Spari kërkoi falje që gjitha ishin të gjona zhgënjyse, nuk janë zhgënjyse, po janë identifikim i problemit. Dhe rinis dhe gjithë popullit timi kisha thonë. Ne kemi përjetu gjona dhe më të vështira, edhe i kemi përvëllu, ne prap do të këndjelmi, e kemi shemblin kur na të bëja në miku gjithve, edhe mrena 24 orë këtë populli ka arë në vend djegun, me shtëpia djeg jemi këthy, kemi tregua dhe dashuri. Tani, prap do të asi, po duhet një vetëdisim, edhe së shpejti shpresoj që do t'i gjinet zgjidhja këtij problemi. Po vetëdisimi i popullit na duhet, se populli i ban ndryshimit, populli i ban gjitha ato. Kështu që populli mas ta humbë shpresën, se kemi qenë edhe ma keq dhe kemi arrit mu. Mos ta humbë shpresën edhe atë dhe dashuria i mund gjitha. Atë dhe dashuria i mund. Sikur prindi kur e do në fëmin, është në gjendje të çmos me bo melon veten keq, që fëmiu t'i rregullohet, ose ta shkolloj, ose t'ja plotësoj kushtet, e lën veten keq. Ashtu ne duhet se cili nga ne të lojmë diçka veten keq, ta forcojmë shtetin. Faleminderit që ishe pjesë e jona. Qofsh më nderë edhe... Nëse ke edhe diçka me tonë më na vështu, nëse jo, atëre... Jenë keq pak për ngritje toni, po jenë tema cilat nuk lojnë, i thamë sinqerisht, edhe kem dëshirë se këtu të vinë fëmija ata që janë jashtë, e këta të rinë që janë këtu. Kjo është, për ata skeqare pa ngritë zonin pak, sa është të dhimë që këtë vend ka të bukur e ka të mirë. Jo të dashur mirë që rrini me neve, sepse gjonat e mira i cëllë me qëna, Kosova Info ju informon për gjëgja, ju mërgjimtar, kthehuni se venindja ju të ret, Kosova ka mu ba ma mirë se shteti ku jetoni, a ka ma mirë se guri ranë për shanë vend vetë. Kështu që rrini me neve, gjonat e mira i cëllë me na.